Receta për ditën e sotme është tav krapi i pjekur në furrë. Ky është një peshk krap i kapur në liçenin e Shkodrës, është gati 2 kg gjysmë. Do ta gatuajmë në këtë mënyrë. Do të duhen këto përbërës: 1 gotë verë e bardhë, 2 filxhan kafeje me vaj ulliri, 1 lugë mustard, pak krip, piper të zi, piper i kuq, 4 gjethe dafine, 1 limon dhe 5-6 thelpinj hudhër. Fillimisht do ta pastroj mirë peshkun nga luspat dhe nga pjesët e brendshme të tij, do ta shplajmë, do ta lëmë të kullojë mirë dhe më pas do të vazhdojmë. Pasi e kam larë, e kam pastruar mirë peshkun, e kam ndarë në pjesë të vogla, në masa të tilla dhe e kam radhitur në tavën ku do ta pjekim. Këtu do të shtojmë gjethet e dafinës, mund t'i fusim nëpër vende të tilla, poshtë peshkut. Dhe më pas në një enë tjetër do të grimimët hudhrën. Këtu do të shtojmë piperin e zi, piperin e kuq, pak krip, sa t'jetë e nevojshme. Do të shtojmë verën e bardhë. Gjithashtu do të shtojmë dhe mustardën. Të gjithë këto përbërës do t'i përziejmë mirë. Dhe këtë mas do ta shtojmë tek tava ku kemi vendosur peshkun. Të gjithë masën që e kemi përzier mirë do ta vendosim mbi peshkun dhe mbi të do të shtojmë edhe vajin e ullirit. Do ta mbulojmë me letër alumini dhe do ta vendosim për ta pjekur në furrë në 200 gradë. I vendosim edhe letër alumini dhe do ta vendosim për ta pjekur në furrë. Pasi e kemi lënë për gati rreth 1 orë në furrë dhe shohim që ka avulluar goxha lëngu që ne hodhëm, dhe e largojmë letrën e aluminit dhe për gati 10 minuta ndoshta do ta lëmë që të marrë një ngjyrë të bukur dhe peshku. Dhe të ngelet vetëm në yndyrë, mos të ketë lëngje të tjera. Tavën e kemi hequr nga fura, e kemi pjekur dhe e kemi lënë pothuajse në yndyrën që ne i kemi hedhur në fillim. Kështu duhet të përfundoj tava, do me thonë të ngelet, të avullojnë gjithë lëngjet dhe të ngelet në yndyrë. E kemi gati për ta shijuar. E kemi servirur tashmë peshkun krap për ta shijuar. Do ta shoqërojmë dhe me një gotë verë të bardhë, chardonnay, sepse është fantastike, dhe mund ta shijojmë me perime të zjera dhe me çfarë të duam.